Ja si të servisni gjithë trupin me ushtrime shtëpie. Dhe po, mjafton vetëm 30 minuta çdo ditë në shtëpi. Ushtrimi i parë, squat. 40 sekonda squat, 20 sekonda pushim. Pas squatit do bëjmë split squat. 40 sekonda me një këmbë, 20 sekonda pushim. Bëjmë këmbën 40 sekonda me një këmbë, pastaj pushim. Pas këmbëve nisim me shpinën, duke bërë 40 sekonda dumbbell row. Pas dumbbell row kemi dumbbell chest press, lateral raises. 40 sekonda, pasi mbaron dhe me supet, kemi dhe 1 minutë plank. Ky ishte vetëm një round. Bëni 1 minutë pushim, më vonë nisni roundin tjetër. Përpiquni të bëni tek 3 ose 4 raunde. Nëse ju duhet të ndiqni dikë që t'i bëni këto ushtrime, unë hedh live classes tek platforma Rotina Pikal.